informacion. Nuk më pikërisht pra çfarë informacioni, po tjetë për të futur me informacione, tani jo kam informacion se vi nga jashtë, dhe s'po përdor asnjë lloj gjëje, sepse unë jam këtu për treguar veten time. Ndryshe është kur them unë ty, Nikol, ti merresh me këtë gjë. Siç ma ka thonë më ky idioti që më ka thonë që ti ke qenë në Manchester, ke bo këtu, ti ke qenë dhe në rrugën Soho, një rrugë i pisët, ati që ke shku me dhe ke prasysh budalishë, unë që ka marrë për bazë, sepse mi ka thonë, kur si ky thot, unë di shumë informacione, ty po s'po t'i them. Që me thonë ty, edhe unë ti më thonë Nikol, Artan, din po, a më tregu çfarë informacione është di nga unë ti? Se ndryshë kur të mund. Jo, pra mua nuk më intereson, kjo është pjesa që informacioni mu, ai leçinje nuk digje për mua, po dhe të dinte nuk do më interesonte. Se unë këtë vlerë dhe këtë moral që po mundohem, po mundohem se s'po më lenta, jo, unë jam, po nuk po më lenta tregoj, se këta të nxjerrin nga vetja. O zemër, ti e kupton ti tash. Unë nuk, edhe këtë zërin që po e ngre kështu. Unë 2 herë që kam bërë debate, që ka nisë debate nga ti ka nisë. Sepse i kam thonë, Nikol, e di kush është dhe ja di historinë, si aq sa më ka treguar. Dhe unë e kam krijuar vërtet një respekt, sepse nuk është pak, ta kam thënë që ja ditë. Faleminderit. Të lesh Gjermaninë, e dish në Tiranë, që është Tirana shumë e egër,